Mirdita edhe faleminderit për këtë moment që ndajmë së bashku. Vendosa të vi vetë këtu për të prezantuar drejtorin e ri, të cilin ju e njihni, por në radhë parë desha të vi vetë për të bërë një falënderim shumë të madh për Linda Karçanajën, e cila ka punuar pranë meje për 2 dekada dhe më shumë, qysh se kemi qenë në Bashkinë e Tiranës, të cilën e njoh si një nga njerëzit më të përkushtuar ndaj funksionit dhe shërbimit publik në këtë vend, të cilën ju e njihni vetë personalisht edhe besoj ndani me mua opinionin që Linda ka qenë gjithnjë e para që vinte në punë dhe fundit që largohej nga puna. Jam i pikëlluar për gjithçka ajo po kalon, në radhë parë për agresionin barbar të portaleve dhe të rrjeteve të dhunës verbale që e asociojnë me gjëra të cilat nuk kanë asnjë lidhje me Lindën. Natyrisht që si gjithmonë edhe në këtë rast unë nuk hy në meritën e çështjes në fjalë, nuk kam dieni për detaje që lidhen me aktivitetin e atyre kompanive të përfshira në një hetim, por unë kam dieni për faktin që Linda është një nën e vetme me 2 fëmijë, ka një karrierë nga më të shkëlqyrat në shërbimin publik,